Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Nderuar besimtarë, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tema radhës e dashur vëllezër në kuadër të temave tona që kemi filluar prej shtatorit, pra dispozitat që kanë bojnë me personin para vdekjes ose gjatë vdekjes dhe pas vdekjes së tij. Pra është kitabul Gjenaiz, thuhet në arabisht kapitulli i gjenazës ose i kufomave. Pra rregullat, gjërat që duhet t'i ketë parasysh njeriu gjatë kësaj kohë ose këtyre ndryshimeve që ndodhen njeriut. Kemi folur në pesë gjërat e kaluara për vdekjen, kurse javën e kaluar kemi folur për gjërat që duhet ose obligimet dhe detyrat që i kanë duhet mi kry familjarët pas marrjes së lajmit për vdekjen e anëtarit të familjes. Ndërsa sot do të flasim për dispozitat e pastrimit të kufomës ose gjenazës. Janë disa dispozita, disa mesele që ndërlidhen me këtë detyrë për atë pastrimit të kufomës. Sikurse din besimtarët gjithandej se muslimanët feja jonë e ka nderu njeriun për së gjalli, por e ndaron atë edhe për së vdekuri. Andaj ka kërku që të pastrohet, të rregullohet, të parfymoset, edhe pasi të vdeset dhe kështu të përcjellet për në ahiret. Çështja e parë të dashur vëllezër, dispozita e parë është çfarë dispozite ka pastrimi i kufomës. Cila është dispozita? Pastrimi i kufomës është farz, obligim, është fjala i besimtarit dhe i besimtares. Farz, obligim për të gjallët pa dëshim, ndaj të vdekurit të tyre, si argument dashur vëllezër në haxhin Lam të merës, cilin ishte dhe profeta selam, ndodhi një haxhi i cili psoj rëzu prej devës kështu me radhë dhe vdeq pastaj e profeta selam kërkoi nga shokët e tij që me pastru. Por edhe ka ixhma, domethënë konsensus mesin e gjithë dietarëve, gjitha mëdhëbeve, që kufoma duhet të pastrohet. Pra është obligim, andaj nuk duhet me neglizhu besimtarët. Ashtë pëndodhë që besimtarët po vdesin edhe në vende tjera për shkak të migrimit, e po vdesin edhe në vende jo në vendin e tyre, dhe në shumicën e rasteve ata dhe po kthehen pastaj më varros në vendlindje. Kështu që do të me pas parasysh që nuk lejohet më varros pa u pastru gjenazja me përjashtime të rralla që i përmend inshallah taala me vonë. Andaj në rast se gjenazja nuk pastrohet në vendin ku ka vdek, disa shtete pastrojnë, i përgatitin, që është Turqia, ashtu me radhë. Atëherë duhet që pas sa po të vjen ose kur të vjen kufoma në vend, duhet pastrohet, pra është obligim para se mu varros. Meselja e dytë dashur vëllezër është mbulimi i ndonjë tëmete eventuale që mund të ketë kufoma.
Profeti sallallahu ka porositë që besimtarit të mbulohen të metat, duke thënë Allahu, kush ja mbulon një tmet vllaut të tij, Allahu ja mbulon atij një tmet në dynja dhe në ahiret. S'ka dyshim se edhe në momentet edhe në këtë gjendje, pra nëse dikush ka pas ose ka mund ose para vdekjes ose gjatë vdekjes ka pësu ndonjë ndryshim në trupin e tij ose ndonjë dhe nuk është mirë, s'ka qef as të gjallë as familjar që mu përhap një gjallë që ka për familjarën e tyre, atëherë është ndaluar dhe duhet ketë parasysh ata cilët marrin pjesë në pastrim që nëse kanë pa diçka jo të mirë, pra të mos e përhapin dhe është prej veprave të ndaluara, pa të ruhet nderi i besimtarit edhe për së vdekurit. Po ashtu të shëllëzë ka folë djetarë që në procesin e pastrimit dhe në vendin e pastrimit të kufomës nuk është mirë me prezentu përveç atyre që ka nevojë. Pra përveç atyre që është e nevojshme me marrë pjesë, qoftë në pastrim ose në mbartje ose me ndihmu personit që pastron në xhenazë. Nuk është mirë me shku të tjerët ato për me përcjellë për shkak që sikur se thash mund ketë diçka që nuk është mirë ndoshta me pa për dhe me rëndirë njërit. Mesela radhës në shëllëzër është kush këndohet me pastru, ose kush ka të drejtë në pastrimin e kufomave. Sigurisht se tek ne në mas të madhe në përjashtime shumë të vogla i pastrojnë hoxhallarët, ndëruar, Allah i shpërblet, s'ka dëshim se kjo është një vepër shumë fisnike dhe unë i qmëj ata hoxhallarë të lejtë mi që e bojnë një gjatë të tillë, sepse nuk është e lehtë, në më thonë me pastru ju për së vdekurit. Mirë po, e kanë bë dhe e bojnë edhe sot, Allahu i shpërblet në të mirët e tij. Andaj është plot e drejtë është vëllezër që të marrin për shembull një kompenzim, sikurse edhe provat ose një lloj pagese për mundin, kohën që e harxojnë dhe në këtë ibadet. Po ne po flasim çysh është më mirë dhe kush e ka për obligim, me pastru kufomën. Fillimisht personi që duhet me pastru nëse ka dikush që ka lënë vasijet i gjallë. Nëse ka lënë vasijet, për shembull, kur të vdes, unë xhenazën du me pastru filani. Atëherë që ky person ka përparësi në pastrimin për arsye të ndryshme. E lën vasijet për arsye të ndryshme, e ka dashur, jenë konë shok, ose pëzon ndonjë disa besimtarë, i njohin disa xhallarë që vërtet këtë pastrimin e bojnë mënyrën më të mirë të mundshme dhe kanë dëshirë që edhe kufomën e tij mja pastru filani, e lën vasijet që xhenazën time më pastru filani. Ose mundet me pas ndonjë diçka që nuk don me ditë tjetër kush dhe e lën vasijet që kufomën me pastru filani. Në rast se nuk ka, atëherë përparësia është tek anëtarët e familjes, pra ata janë që duhet me pastru kufomën e familjarit të tyre. Në rast se është baba gjallë
baba do të më pastru djalin, nëse është gjallë. Për shkak se edhe mëshuria e tij është ndryshe, është e madhe, e kështu me radhë. E pas babës gjyshi, e në rast të vdekjes së babës do të më pastru djali, e kështu me radhë, pastaj duke u zgjeru, domethënë se dhe përparësi kanë sigurisht ata që janë më të afërt. Po them të shërbëtor që çështë është dashur dhe çështë kërkohet fetarisht. Por edhe një herë për përsëris që ajo që veprohet tek ne në shumicën e rasteve është në rregull dhe nuk ka gjë të keqe, por nëse familjarët nuk pritojnë dhe është mirë që ata vetë me pastru gjenazën ose kufumin e tyre. Tek pastrimi sigurisht se burri i pastron burrat, gruaja pastron gratë, përveç në një rast, pra lejohet pastrimi i gruas nga burri i saj. I vetëm një rast, do të thotë kur lejohet pastrimi i gruas, lejohet nga burri i saj. Dhe edhe të shëmite djetare, pa dyshim, edhe e kundërta. Për ndryshe, burrin e pastron burri, ndërsa gratë i pastrojnë gratë. Mesela e radhës, tash vëllezër, i vdekuri para se mu pastru, i heken rrobat, por gjithsesi se mbulohet me një çarshaf ose diçka, një bez që mos më zbulu dhe mos më po avreti. Këtë dietarët e kanë nxjerrë nga vdekja e Profetit alayhis salam, i cili kur ka vdek sahabët kanë rënë dilemë, a mja hek teshat ajo. Dhe kjo ka thënë se në parim pra i kanë heke teshat. I kanë hek teshat ose duhet i heken teshat të vdekurit. Një meselë tjetër të dashur vëllezër është pastrimi i fëmijut. Pra kur vdes foshnja. Nëse vdes pasi të lind gjallë. Pra nëse foshnja lind gjallë, lëshon zallë, dhe tani vdes, këtu ka ixhma, pra pajtim të gjithë dietarëve dhe dhëbeve se personi i tillë, pra kjo foshnje edhe duhet më pastru, edhe duhet më fal namazin e xhenazës. Nëse lind gjallë. Qoftë edhe një minuta, një sekunda pra, e kanë shpreh dietarët në liba, do të thonë kur lëshon zallë, pra që tregon se ai person ka dalë me jetë. Foshnja e tillë, po këtu ka pajtim mesin e dietarëve se duhet edhe më pastru dhe duhet më fal xhenazja. Nëse vdes në barkun e nanës para se mi mush 4 muaj, para se mi plotsu 4 muaj, 120 ditë. Edhe këtu ka pajtim të gjitha mëdhëbeve se nuk llogaritet fëmijë. Nëse vdes para kësaj periudhe, pra para se më dhon shpirti, sepse sipas hadithit për Profetin sallallahu në moshën ose në periudhën kur fëmiu ose foshnja i mbush 120 ditë në barkun e nonës, atëherë i vendoset
vjen me loqë dhe ja vendos shpirtin. Para qësaj periude, para se m'ju vendos shpirti, para se m'ju dhon shpirtin, nëse vdes, nëse aborton një grua, një non, para 120 diteve, muajin e dytë, muajin e tretë, muajin e parë, në fillim të shtatzanis deri në para se më fillu se 4 muaj, në çet periudhë nuk llogaritet si fëmijë, sepse është një mish, një gjak, një cup, mishi pa shpirt, andaj nuk as nuk pastrohet dhe as nuk i falet namazi i xhenozës. Pra ka pajtim, nëse lindi gjallë, qoftë edhe për një minutë që duhet mu pastru dhe mu varros më fal namazin e xhenozës, dhe ka pajtim mes dietarëve që nëse para 4 muaj dite, pra para 120 dite vdes, atëherë nuk ka as pastrim dhe as nuk i varroset, as nuk i falet namazi i xhenozës. Kurse nëse vdes pas 120 ditësh të shtatzanis, pra në muajin e 5, muajin e 4, të ka kalu 4, pra atëherë kur i vendoset, jepet shpirtin, nëse vdes në çet periudhë dhe para se me lind, pra nëse vdes në barkun e nonës është fjala, atëherë dietarët janë dy mendime tash vëllezër. Shumica e dietarëve thonë që duhet mu pastru dhe mu fal xhenozën, në dhënien Hanefi dhe dietarë të tjerë thonë që përderisa lindi vdekur nuk ka nevojë as mu pastru dhe as mu fal namazi i xhenozës. Por dietarë të tjerë thonë që përderisa ju ka dhënë shpirti, pra ka kalu çet periudhën që i është vendos shpirti, atëherë duhet mu pastru dhe duhet mu varros. Është një meselë që dashur vëllezër tek pastrimi i shahidit. Shahidi dashur vëllezër, pra janë disa llojesh. Ka në hadithe si janë disa kategori të shahidave. Mirë, po ne kur themi shahid në radhë të parë, na shkon mendja për shahidat që edhe e kanë atë gradën më të lartë. Është shahidi që vritet në luftë, ballë për ballë me armikun. Personi i tillë që vritet në luftë nga armiku, pra ka ra shahid dëshmor, nuk pastrohet. Nuk pastrohet, por varroset qashtu qysh është me rrobat e tij, kështu ka vepruar profeti alayhi salatu wasalam me shahidat e Uhudit në betejën e Uhudit, cilën ranë 70 shahida dëshmor prej sahabëve. Nuk është transmetuar se profeti alayhi salatu wasalam i ka pastruar, por ata i kanë varros dhe kështu veprohet të dashur vëllezër edhe sot. Për shembull, ata mira shahida që vdiqen nga lufta në Palestinë gjatë tyre 2 viteve, ofër 70.000, shumica kanë qenë musliman, ka pas ndoshta edhe jo musliman sepse në Palestinë ka edhe krishterë, por besimtarët musliman, ata llogariten si shahida dhe nuk pastrohen. Ndërsa kategori tjera të dashur vëllezër, kategori tjera, për shembull i ka përmend profeti sallallahu alaihi wasallam ai që vritet duke mbrojtur nderin ai është shahid. Ai që vritet duke mbrojtur pasurinë e tij ai është shahid. Ose i ka përmend disa vdekje prej disa sëmundje barkut nga zjarri, nga tërmetje, ngulfatja, ujë kështu me radhë, i ka përmend që to disa raste, disa vdekje tilla ka thonë kush vdes në çet gjendje është shahid.
Por ose këto dashurëzë nuk e kanë kategorinë ose vlerën e shahidit të luftës. Dhe si rrjedhoj, këta persona duhet të pastrohen. Për shembull, Profeti selam një rast ishte në kodrën e Uhudit së bashku me Abu Bekrin dhe Omerin. Dhe u dredh kodra e Uhudit, subhanallah. U dredh. Tha uthbut ya Uhud. Mos u dredh qëndra, mos lëviz Uhud, sepse mbi ty është një pejgamber, një i sinqert dhe 2 shahida. Dhe nuk është transmetuar pastaj që nuk ja kanë falë xhenazën, për shembull Omeri, Othmani, por edhe Aliu. Të tretë janë vrarë padrejtisht. Edhe Omeri vron nga është godit me thikë edhe në rastin e tij, duke qenë imam. Edhe Othmani është vrarë për një grupi të Khawarizëve, edhe Aliu është vrarë në Irak. Mirë po, të tretë janë pastruar dhe është, pra nuk janë dhe s'llogaritën si në të rangun e shahidave që nuk duhet me falë, nuk duhet me pastru xhenazën. Po në rast se ka vdek prej disa këtyre rrethana që e ka përmend Profeti selam, shpresohet që me pas një shpërblim të Zotit për atë hik, për atë lashe, për atë mënyrë të vdekjes, mirë po duhet i pastrohet xhenazja padyshim. Këto kanë disa rregulla të shëllëzër, kurse javën ashme inshallah taala do të vazhdojmë këtë temë me mënyrën se si duhet vepruar. Ndoshta dikush thotë se s'ka nevojë huaj sepse hoxhallarët për marrin për pastrojnë, ka nevojë vllazën sepse Zoti e din çysh vjen e kuna vjen e vdekja, Allahu ala. E para, e dyta, ne thrasim që sikurse që kanë filluar që është më mirë fetarisht që pastrimin ose kufomat ose familjarët me la vetë familjarët. Kjo është më mirë, është më sevap, është mirë po, andaj duhet me mësu këto rregulla, mirë po edhe me i ditë ashtu se disa gjëra që si duhet me vepru në këtë rast, sepse pastaj njerëz po hutohen edhe i vdes baba dhe thotë çka më bësh. Ku i honde sa çka më bësh. Ose si vdes baba thirr pas 10 minuta hoxh, a është kapella çel, ka dalë vre, ka qenë shumë zor. Për shembull, pra do të vazhdojmë me mësu këtë rregulla çysh duhet me vepru dhe çka janë, cilat janë obligimet e të gjallëve dhe çysh duhet me vepru në çato momente e prej tyre momenteve s'kemi ka shkojnë. Zoti më lëft.